në policinë rrugore të shtetit shqiptar, me gjithë aksesorët ndihmës, ekspertët autoteknik, ekspertët e qarkullimit rrugor, oficerët e policisë gjyqësore, funksionon skenari që unë sapo të thash pak më parë. Që ata janë në funksion të më të fortëve. Absolutisht në mënyrë kategorike. Dhe kjo nuk do të zgjidhet për sa kohë gjithë hierarkia e qarkullimit rrugor është në një vartësi. Pra, grupi i ekspertëve, grupi i oficerëve të policisë gjyqësore që shkojnë vendngjarje, duhet të jenë të shkëputur nga hierarkia e drejtuesve të strukturave që merren me menaxhimin e trafikut, qarkullimit rrugor dhe të problematikave. Kjo do ishte një zgjidhje që do ishte zgjidhje më perfekte. Aja realizojmë, po pak rëndësi ka. E rëndësishme është që funksionon ky skenari, bilës skenari shkon dhe më tutje. Skenari funksionon duke filluar nga ngjarja e aksidentit, avokatët që merren me aksidentet automobilistike, ekspertët që merren me aksidentet automobilistike, deri tek spitalet për t'u trajtuar. Apo për të dhënë ndihmën e parë. Apo vlerësime mjekësore të dëmeve që ka pasur njëri apo tjetri. Ç'është e vërteta, ekonomia shqiptare për shkak të nivelit të lartë të aksidenteve automobilistike me pasoja fatale apo me dëmtime serioze, është një peshë e rëndë në buxhetin e shtetit dhe sidomos në skemen e sigurimeve. Rëndo këtu edhe pjesën e korrupsionit që bëhet me gjithë fazat duke filluar nga oficeri. Ska lidhe me këtë farë. Të lutem. Të lutem, me lejo. Zotëpërçi po thotë mirë para që harxhon shteti për aksidente. Ta çoj deri në fund. Por edhe parat e korrupsionit ta çoj deri në fund dhe mos të nxjerrë autorët e vërtet. Unë nuk tha, është me fondin e sigurimit, po mos harroz. Në rast se ne do kemi aksidente automobilistike, nëse do bëjmë letrat dhe dokumentat të variantit korruptiv për gjëra që nuk i takojnë njërit apo po tjetrit, sepse rëndon kompanitë e sigurimeve u të lutem, sepse makina është siguruar. Unë kam punuar tek sigurimi. Gjithë fondi te kompanitë e sigurimeve. Flasim pak për sigurantë e sigurimeve shoqërore që paguajmë ne në buxhetin e shtetit. Zotëpërçi, avokatët, të gjithë avokatët që janë angazhuar në këtë pjesë. Në fund të fundit ai paguajnë shqiptarët. Kjo është e thënë, unë thashë që të qëndrojmë... Sa korrupcion ka në shefanat e një aksidenti? A pagu qytetari? Sa hapësirë ka për të korruptuar? Ose gjëja, shefi sektorit të aksidenteve dhe tjere tjere. Një minut, në këtë rast... I ikin kësaj se nuk në nxjerë Zgjukundi. Do të qeruaj, zotëria atje. Nuk në nxjerë Zgjukundi. Jo, ky thotë që ka korrupcion. Ka korrupcion, pra. Dhe korrupcioni në këtë rast rëndon mbi kompanitë e sigurimeve. Po kompanitë e sigurimeve kush i pagun? Nga e morin para kompanitë e sigurimeve, qytetarët. Po cilë qytetarë marrë të zëtë? Po cilë financëm? Po mërë në shqitje në siguracione, nuk ka lidhë me qytetarët. Do të paguajnë siguracione, ka lidhë e dini ju që kompanitë e sigurimeve në Shqipëri nuk kanë treg, kanë marrëveshje të pistë, të unifikuar. Dolëm të Po s'ka lidhje, po jo s'ka, se su ka konflikt interesi, s'ka lidhje. Nuk ka fare lidhje, jam dakord me ju, por s'ka treg sigurimi Shqipëri ka një paket, një. Të shemë se ka njerë, të unifikuar. Të i galeja futë dhe i qikë si kotë, në për studio. Sa që foshe ti për 4 metra po jam studio. Shta që i thu kështu, po mos fol këtë burkullë të digja. Edhe tani jeni dy. Jo, mos fol këtë, se nuk o të originin time ke ko që merësh. Tani po të asaj, më shikon sy, shikon sy, originin time ke ko që merësh. Je për ja publikut, ti mos më me gjera në këtë rast nuk po e din. Lutem shumë, nuk po e din skemen. Në momentin që njeri bën aksident automobilistik, ose vdes lërë qoftë, ose ka pasoja serioze, pari kur për ushme, fatura i kalën kompani sigurimeve. Ben, kompanitë e sigurimeve në Shqipëri nuk kanë treg. Kanë unifikim, kanë marrëveshje të pistë. S'kanë treg e treg. Kanë marrëveshje të pistë. Ska lidhje me atë punë. E kemi, jam marrë gjatë me bankë botërore për këtë problem. S'është miratuar ligji. Gjithë e morë gjatë ti. O i këtani. Vetëm ti e morë gjatë. Tani mos fol, tani se ke konflikt interesi se punon me sigurimet. Kom punuar, jam nuk punuar mo. Kom punuar një tregu. Kjo është ideja. Unë Arjan Hoxha. Ti s'ke punuar vetëm edhe gjë. Zëre Darmata, e sqarojmë pak personalisht, sqarojmë në publicitet. Unë Arjan Hoxha, cilësinë sot të një eksperti të fushës,